këtë liderët, e këtë subjektet, e këtë qytetarët e Republikës Kosovës, kanë thënë që janë të kënaqur. Personalisht unë mendoj që ohon njëri për kandidat më i duhur e më i pranueshëm në Republikën e Kosovës, sidomos pas luftës e deri më tani. A duhet populli ta zgjedhë presidentin apo presidenten e vet? Unë mendoj që ku na çon kjo situatë? Unë mendoj që është një rrethon shumë e nevojshme, jo vetëm këtë zgjedhje, në këtë kohë, këtë periudhë, por besoj që ka qenë shumë e nevojshme edhe të caktuar. Por duke qenë aktiv në jetën publike, unë mendoj që kjo ka një rrethon tjetër që edhe janë shtrajtuar, edhe është përcaktuar edhe nga çështjet të drejtave të njeriut edhe të drejtat kushtetuese, sepse nganjëherë preket edhe të cënohet një grup, ndoshta edhe jashtë komunitetit shqiptar, që ndoshta ka një rrethon tjetër me të cilën është krijuar ose mund të ishte krijuar. Por nuk besoj që do të kenë një narrativ që do të jetë në kundërshtim nëse qytetari i Republikës Kosovës zgjidhet drejt për zëti nga qytetari që do t'i cënon në këtë drejt të komunitetit pakica. Sepse këto është